A të ka ndodhur ndonjëherë të ecesh i qetë dhe papritur një mace të pres rrugën? Shumë shqiptarë ndalen me njëherë, mendojnë 2 herë dhe nëse munden ndryshojnë drejtim. Sepse sipas bestitnisë së vjetër, kur macja të pret rrugën, nuk duhet të vazhdosh rrugën e nisur, sjell ters, rrezik ose një pengesë që s'duhet sfiduar. Por nga buron kjo frikë? Në kulturat e vjetra ballkanike, macet konsideroheshin krijesa misterioze. Ato shfaqeshin në errësirë, lëviznin pa zë dhe shikonin gjëra që njerëzit nuk i shihnin. Sidomos macet e zeza, të cilat shoqëroheshin me fat të keq, magji dhe botën e padukshme. Shqiptarët besonin se kur një mace të ndërpret rrugën, ajo po të dërgon një paralajmërim. Sipas gojedhënave, macja nuk e pret kurrë kot rrugën e njeriu. Thuaj se ajo ndjen energjitë e padukshme dhe pozitat e rrezikshme. Nëse të ndërpret rrugën, është sikur të thotë: mos shko më tej, diçka nuk shkon. Në disa zona njerëzit prishnin rrugën, ktheheshin pas ose prisnin disa sekonda që tersi të kalonte. Të moshuarit madje thoshin se macet e shohin rrezikun përpara nesh, ndaj nuk duhen sfiduar. Interesante është se në disa zona të tjera, macja që të pret rrugën nuk sjell vetëm ters, por edhe ndryshim të fortë në fatin e ditës. Mund të çojë në vonesa, lajme të papritura, takime të paplanifikuara dhe njerëzit e vjetër besonin se këto ndryshime vinin për arsye. Sipas tyre, macja ishte roje e fateve. Edhe pse sot e shohim si supersticion, ndikimi i kësaj bestritnie është ende i fortë. Edhe njeriu më modern, nëse ecën natën dhe i del një mace e zezë përballë, e ndjen atë drithërimën e vogël në shpirt. Sepse bestritnit nuk janë vetëm besime, janë kujtime të lashta të trashëguara nga brezat që kuptonin botën ndryshe nga ne. Kështu që herën tjetër kur një mace të pres rrugën, kujto traditën e vjetër shqiptare. Ndoshta nuk është thjesht një mace, por një paralajmërim që rruga përpara nuk është e duhura për atë moment. E besosh apo jo, kjo mbetet një nga mitet më të forta dhe më misterioze të kulturës sonë.